Jo. Këta kanë vetëm 40.000 lekë që banin shumë. Ku jeton? Këto të çadra, të papanoshme. Kur fryti po, na i ka sjell bashkia Ballçit çadrën, se shtëpinë na kanë ardhur inxhinierët na i kanë nxjerrë të pabanueshëm. Cili është shkaku që banesa ndodhet në këtë gjendje? Thjesht e dobët hekuri edhe ajo është me arqitrar lart, nuk është me solet shjedo, është shiko si është zhavor vetëm, nuk është punuar mirë kur e kanë hedhur para 40 e ca vjetë që është hedhur soleta. Cilësia e dobët e punimeve Po, në këtë gjendje? e mos futja e hekurit e betonit e mirë. Juve jeni martuar me 3 fëmijë. Po. Këtu jetoni të gjithë tek çadra? Te çadra jetoj unë me gjithë bashorten edhe djali, 2 fëmijët e tjerë kanë ikur. S'janë këtu, janë larguar. Babai juaj me maman? Po edhe babai me maman këtu janë brenda te çadra. Po. 5 veta. Po. Kemi kërkuar ndihmë bashkisë, kryetarit të bashkisë. S'kemi asnjë gjë, kemi 5 kokdele, kemi 3 pula deti, asnjë gjë tjetër. Babai merr pension? Babai merr 190.000 lekë, mamaja merr 70.000 lekë, ati si dalin për ilaçe, ja iku sot pagoj 100.000 lekë makinën për në fjerë, ta presi atje, ta bjeri këtu. Çfarë pati babai që shkoi? Babai është me pikse gjaku, me tromboz në kokë. E me paralizë kronike kanë nxjerrë. Nuk është mirë. Si e nxirri jetesën? Me të keq, me vojtje. Me vojtje të mëdha. Keni apeluar ndonjëherë, keni shkuar në... Po, kemi vajtur, po kemi 2 vjetë e gjysmë, gati 3 vjetë që na kanë sjellë këta, zoti kryetar asnjë lloj mase nuk ka marrë. Thotë do ndihmoj, me fjalë bosh. Atëherë, bashortja tha që ju e keni pësuar aksident kur keni qenë ushtar. Po, unë më kanë zënë arkat e municionit, mua dhe 5 ushtarë të tjerë, pa Shaliman Vlorë, në 2004. Kam qenë ushtarak atje, kanë marrë me ambulancë në gjendje kome në Tiranë, kam ne 7 muaj gjysmë spital ushtarak, 2 muaj kam qenë në gjendje kome, pasaj atje e kërkojta këtë, dërgova Fatos Nanos letra here, i kam dërguar edhe Ramës, asnjë lloj ndihme. Burrin e kam të smur, u s'do gjë tjetër vetëm i çati. Druti bajin krah, sobën e kam poshtë e gatuin për dhe, me veshtirë, më përdhe flaj me gjubor. Kur thua burrin e ke smur, nga se vuan burri? Na shtyve e kërnizore, na shtyrzuar ushtarak. Kur ka qenë në ushtri, ka pësuar aksident? E kanë zënë arkat, më shëzonë. Merë pension? Jo, 27.000 lekë ma rezistencën në 3. Si e nxini? Me veshtirë. Si e beni për të la, për të fshi? Me dorë, ja. Rrobat, me dorë, qatë baj? Me veshtirë. Burën e kam smur, qatë baj? Me veshtirë. Cili është apel? Atere, kriminal. Dalet keqen babi, se s'kuzuro ka ty. Dale bash.